Mendoj unë. Pa tjetër, por ne kemi edhe disa kontradiktat tjera, se ne bëjmë dasëm diku të 30.000 euro, por nuk, në bas dasmës, ne nuk kemi asnjë investim. Dhe kur i pyet çiftet e reja dhe i them që Kush ja u bën a keni ndonjë investim? Të reja, po, meqense dole. Disa forma, ose prindrit, ose trashëguar, ose kanë punuar fort dhe i kanë mbledhur ato lekë dhe ëndra e tyre është që ta realizojnë këtë dasëm me shpenzime të jashtëzakonshme, dhe mbasi mbaron dasma, nëse i pyet a keni asete, a keni investime, të ardhura pasive, minimalisht në jetën tuaj, atëherë përgjigja fatkeqësisht e shumicës prej tyre është jo. Për arsye sepse nuk e kemi në kulturë, nuk e kemi në mentalitet, dhe jo vetëm kaq, por edhe një në punës, i cili ka një rrogë bazë. Ende në Shqipëri nuk e kemi kulturë të ardhurat pasive, përveç rrogës bazë, unë mund të investoj diku që nuk më dëmton, dhe këto investime të kthehen relativisht në një kohë 2, 4, 5 apo 7 vjet apo 10 vjet të kthehen në investime të mira, të kënaqshme dhe pasive. Por ne jemi qytetarë ose individ të cilët fiks ngutemi dhe e duam fitimin sot për nesër. E duam duke punuar në një rrogë mujore. Mendojmë sërish sa do fitojmë në muaj, ndërkohë që investimet nuk bëhet pyetja sa do fitojmë në muaj. Investimet janë, është një projekt i rëndësishëm që mbas 2, 3, 5 apo 10 vjetësh mund të më kthejë realisht të ardhura të kënaqshme. Siç ka qenë rasti i Bitcoinit, që para 10 viteve ai ishte diku te $1.200, më pas shkoi vlera $125.000, që ishte e pamendueshme edhe nga ne, e pa imagjinueshme për arsye sepse konsiderohet thjesht një aset, një investim që edhe individëve nuk i dëmton në jetën e përditshme. Prandaj mendoj që fokusi kryesor duhet jetë te mundësitë, jo te sfidat, sepse sfidat janë të pafundme. Po patjetër, jeta është një sfidë në të gjithë rrugtimin